A mund të marrë fjallë unë se duhet marrë fëmijët nga shkolla? Më falni. Do ju hargjoj vetëm 30 sekonda. Radh parë shumë faleminderit që më keni bërë pjesë të takimin, ndjet vërtet i privilegjuar. E dyta, unë mendoj që arsyeja pse jemi në këtë takim është sepse të gjithë ne, edhe ata që na shohin nga shtëpia, kush më shumë, kush më pak, nuk kemi bërë mjaftueshëm. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe kemi harxuar kohë duke parë nga njëri tjetri jo ku ngjajmë, po ku dallojmë. Dhe në këtë kohë që ka ardhur, mendoj se gjëja më e rëndësishme për të bërë është që për ta pranuar njëri tjetrin ashtu siç jemi të ndryshëm dhe mos të presim nga njëri tjetri që unë do bashkëpunoj me ty, po more ti formën time ose unë formën tënde etj. Në radhë. Sepse jemi marrë mjaftueshëm në përkëmb, jemi sharë mjaftueshëm në përgojë, jemi marrë mjaftueshëm në përsysh. Tani o duhet merremi vesh, ose nuk duhet qami pastaj nëse do na marrin qafë. Faleminderit, kaq kisha për të thënë. Edhe më falni që po iki, po duhet të marr fëmijët. Shpend Gashi, askushi nga Republika e Kurkundit, a kupton se që thuash jam pedagog apo jam analist në Shqipëri, i bie ti i punësor apo i lidhur me Edi Ramën, kështu që neve kemi zgjedhur këtë rrugën e herojit, në thonjza, nëse mund të quajmë neve herojin kur jemi bashkëfajtor gjithë. Unë nuk duhet i bie shumë gjatë se duke dëgjuar fjalimet e gjata filloja ta carohesh dhe mund ta carohem edhe me veten, a kupton? Unë nuk jam për qeveri teknike pika parë, jam për një grev radikale në thonjza mbi si thua në kushtet më ekstreme brenda lishmërisë. Ne nuk kemi për të prekur armët, sepse jemi konservator demokrat, por duhet na kalon në fazën më ekstreme në një shtet që nuk ekziston fare institucioni. Ftesa ime është për gjithë deputetët e opozitës ta nisim me gjithë familjarët e tyre që të krijojmë frymën të vim gjithë nga pas. Dalim në shesh, të mbajmë fjalimet, pim kafe, të ikim shtëpi, Rama rri dhe 100 vjet tjera. Ajo që tha doktor Berisha që ne kemi negociuar partive të vogla, por ata që bëjnë opozitën e opozitës janë patjetërisht e Ramës. Po doktor, ky është një variabël në shkenca politike, po variabli tjetër është që edhe opozita e madhe nuk po bën mjaftueshëm për të qenë njohëse që ti përthithit gjithë. Pra, ka një postulat, ose faji është i dyja palve, ose faji është jetim. Me qenë se faji është jetim si shta Flori, prandaj jemi të gjithë se nuk ka bërë asnjëri nga neve mjaftueshëm. Me këtë kod elektoral do gënjejmë veten në rastin më ekstrem, nëse futemi me këtë kod elektoral të pretendojmë që peshkut ngjisi pemën. Pra, duhet të ishi pa logjikshëm të vesh me këtë lloj kodi elektorali. Dhe te kodi elektoral po prap kemi faj të gjithë si opozit, kur po fus veten këtu që kam pompuar PR, imagjinoj juve që keni marrë vendime, e kemi dorëzuar vetë me atë kod elektoral pushtetin, sepse ky kod elektoral të lën opozit. E treta, dhe fundit për mua se s'duhet i lodh, është perceptimi publik. Perceptimi publik duam apo s'duam neve, nëse jeni të huajsuar nga qytetarët, më vjen keq për juve, po perceptimi publik është një pjesë e mirë e opozitës, është e kapur me Edi Ramën. Kemi mundësinë me greva, me gjitha të ngrem frymën, ti tregojmë që nuk jemi dhe po hidhet balt mes nesh. Do të thënë, në kohë krizash mendojnë dhe duhet bëhen veprime shumë të prera. Pra, Aleksandri, po të kishe menduar që të zgjidhte nyjen gordiane, nuk do kishe nxjerr shpatën që ta priste dhe të fitonte të gjithë pasurinë që fitoi. Shumë faleminderit. Jo, do i japim për parësi të tjerëve, jo partive pra famë. A ka mundësi të flasim? Ju lutem, kush ka për të folur tjetër ndonjë gjë për të shtuar, sepse janë të gjitha kele, po, të lutem. Mundem? Po, vetëm shumë shkurt, nuk duhet që t'ju marrë shumë kohë. Unë jam Denisa Kele, jam pedagogë në Fakultetin Teknologjisë Informacionit. Së pari falenderimi doktor për ftesën, e vlerësoj shumë. Në fjalimin tuaj hyrës, dëgjova që një ndër aspektet apo një ndër fokusi kryesor i qeverisë Rama të paktën në vitin 2025 ka qenë digitalizimi dhe i-qeverisja. Dhe praktikisht në digitalizim dhe i-qeverisje kemi një rritje të fondit për 60%. Ajo që unë propozoj është që tashme kemi kuptuar që politika sot nuk funksionon dhe nuk bëhet vetëm me fjalë, por bëhet me teknologji, bëhet me algoritme, dhe kjo është rrezikshmëria më e madhe. Rrezikshmëria e madhe është që në momentin që ne nuk kemi kontroll politik dhe nuk kemi përgjegjësish demokratike për të gjithë të digitalizim, gjendemi anemik përballë një situate dhe përballë vjedhjeve digjitale në këtë kohë moderne. Propozimi im pa u zgjatur
Dr. Berisha është krijimi një departamenti teknologjik dhe të inteligjencës artificiale pranë opozitës, Partisë Demokratike, për arsye fillimisht kontrolli dhe ndoshta auditimi politik i të gjithë teknologjisë së qeverisjes që neve tashmë kemi në pushtet, për t'i treguar qytetarëve të gjithë paqartësitë digjitale që ata kanë, të gjithë tenderat që tashmë janë duke u vjedhur në një lloj forme për këtë qeverisje në vazhdim, pra kemi një buxhet të shtuar mbi 20 milion euro këtë vit vetëm për inteligjencën artificiale dhe është totalisht e paqartë. Ajo që unë sugjeroj është krijimi i këtij departamenti për auditim fillimisht, por edhe për një ndërtim alternative që juve t'i tregoni qytetarëve se çfarë do të thotë transparenca teknologjike. Dhe tjetra, mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që Partia Demokratike dhe Opozita të jetë tashmë përgatitur teknologjikisht në momentin që nesër do vinë në pushtet. Pra pushteti nuk mund të na gjejë duke improvizuar teknologjinë. Kaq kisha, faleminderit. Përshëndetje. Me që të gjithë kemi konverguar në një mendim që është protesta popullore ajo që do arrëzoj këtë regjim. Unë vi nga Durrësi. Në Durrës dje ishte një protest sepse Durrësi u përmbyt. Fatkeqësisht i përmbytur 2 herë brenda një viti. Durrësi që akoma nuk ka marrë veten nga domet e tërmetit, domet në banesa, domet në biznese të qytetarëve Durrësit. Durrësi ku jo vetëm durrsakët e ri, ata të Durrësit të ri, por u përmbytën kësaj radhe dhe durrsakët e vjetër, për shkak të abuzimit të rënd, të mosmirëmbajtjes së rrjetit kanalizimeve ekzistuese dhe të abuzimit që tha profesor Berisha me hidrovorin e ri që u bë, por që nuk është fare funksional. U përmbys i gjithë Durrësi nga ujë, por në fakt në Durrës ka kohë që përmbytja ka filluar me varfërinë ekstreme, me hikjen masive të rinisë dhe përveç Durrësit të ri duhet kërkohet të shkatërrohet dhe Durrësi i vjetër. Durrësi i vjetër kërkohet të shkatërrohet nëpërmjet projektit TIT, një projekt i cili në mënyrë të dhunshme kërkon të shkatërrojë zemrën e Durrësit në interes të mafjas së ndërtimit, të marrë zemrën e Durrësit, ta shkatërrojë në emër të rivitalizimit me zona të gjelbëruara. Në fakt, për ironinë e fatit, aty ku ka pas gjelbërim më Durrës është ndërtuar, kërkohet të shkatërrohet zona e vjetër rreth amfiteatrit që të rivitalizohet në thonjza duke marrë dhunshëm pronën pas një kontratë banorëve të vjetër të Durrësit, pronë të trashëguar në Breza, dhe që më pas dihet që ajo do shkojë tek mafja e ndërtimit, se nuk po bëhet për interesat e rulistëve. Ndërkohë, thash pjesa tjetër e përmbytur 2 herë brenda vitit, që nuk s'ka marrë akoma kompensimet e përmbytjes së parë, tashmë po shkon drejt shkatërimit total të bizneseve, ato që kanë biznese apo të banesave. Dhe si tha profesor Berisha, është zonë kënete, aty po su vudor, apo do shkojë vërtet drejt rënimit total. Të gjithë investimit, të gjithë mundit të këtyre banorëve. Dje ata u ngritën protest. Ne ishim bashkë me ata. Ajo që duhet bëjmë është mos e ndalim protestën. Këto zemrat popullore, ne ta kthejmë vërtet në një uragan. Ne t'japim atyre shpresën dhe besimin që ne gjithë opozita, jo vetëm PD-ja që pa diskutim është kryesore e opozitës, po që të gjithë nuk ka vend për ndarje, duhet bëjmë këtë frontin që shumë mirë që profesor Berisha bashkë me të gjithë të tjerët të opozitës e thirrën sot. Ato frontin e përbashkët. Opozit është populli tash, nuk janë vetëm partitë e opozitës. Partitë e opozitës kanë detyrimin moral, detyrimin qytetar, të rinë pranë njerëzve, çdo ditë aty në protest me familjarët e tyre dhe mundësisht të takojmë derë më derë çdo person dhe t'ja bëjmë qartë që kjo qeveri dorëzohet duke ushtu ky uragani jon i protestave i zemratës. Ne tash është koha e protestave, ne kjo është sakrifica që duhet bëjmë. Bashkë me familjarët tanë. Aty në protestë çdo ditë. A u fry mundes, mos e ndalim frymën e protestës. Ju faleminderit. Faleminderit. Kemi parasysh që kjo u tha dhe gjërat që janë thënë s'ka nevojë të Le kam një propozim